Faleminderit zoti kryetar. Nuk mund merret fjala në këto kushte. Uluni që të marr fjalën zoti Berisha. Ulun në vend që të marr fjalën. Zoti Muçi. Doja të sillja në vëmendjen e këtij kuvendi se seanca e sotme ka nisur me protestën e 3 grupimeve ndryshme sociale, grupimin e banorëve të Rjollit, cilëve po grabitet prona, grupimin e banorëve të Durrësit të Lagjes Kalas që po u shkatron shtëpitë dhe po nxirren jashtë, dhe grupimin e ish minatorëve që si gjithmonë janë aty për të protestuar për statusin e minatorit. Tani, përfaqësues të këtyre 3 grupimeve kërkojnë që të jenë të pranishëm në këtë seancë, të marrin pjesë dhe të shprehin qëndrimin e tyre, sepse nuk ka ndodhur kurrë më parë në historinë 35 vjeçare të pluralizmit politik që një qeveri të jetë kaq e delegitimuar nga skandalet korruptive dhe njëkohësisht jetë kaq e dhunshme me qytetarët e thjeshtë. Sa më shumë zhyteni në korrupsion, sa më shumë luftoni sistemin e drejtësisë, aq më të pamëshirshëm bëheni me qytetarët e thjeshtë. Unë kam një sugjerim për ju. Nëse nuk ju tremb Molotovi, sugjeroj që të keni kujdes dhe të ruheni nga urrejtja e popullit. Prandaj, për procedurë, sugjerimi dhe propozimi im është që në emër të dinjitetit ta nisim këtë seancë me dorëheqjen e qeverisë tuaj dhe të dilni aty jashtë të kërkoni falje për këtë që keni bërë këtij vendi dhe të ftoni përfaqësues e grupeve sociale të vinë këtu dhe të shprehin qëndrimin e tyre. Faleminderit. Atëherë 5 minuta pushim derisa të rivendoset